Se mu që më ka ndodhë një rast të konë që për shambull të shesh shoqja që i të më riman alt, se ajo ta shkesh me thonë bashkë që shto, po që ashto është të shetë të shku pak në pa man alt edhe me njerë e merë një step back edhe largohet. Nuk mënohet adën me të motivu, ose me të folë mirë, ose me mënu edhe ajo me më rrish atë, edhe veç dhe i take a step back edhe veç shdukan. Zot ka gjelozi mes vajzave, mes shoqeve, me ndonjë edhe i njëjtë? Se di mu se kam djeqa që më them drejten. Vërtet kam pas fat në base, por që si person jam mundu, në shoqëri unë japë më shumë se sa të tjiret, nuk e shof këtë në të vërtet, s'kam nevoj me bë krasi, mundu me dho maksimumin, njerëzit në të vërtet e vlerësojnë. Mundona me apo pjesë të mira, këtë gjithë kemi pjesë të këqia edhe, unë kam base, jo në base, por kam e pa tjetër, po kemi pas shoqëri që kemi përkranë njën e tjetrin, edhe kemi shku, tuk jemi këtu së bashku, kam shumë fat, edhe jemi, së me thonë, jukëm 5 vajza që gjithë kohës kemi kontakt, takohemi, një pjesë tani ka lëviz, një pjesë është martu, por që prapë më bëjmë... Prapë më bani atë shoqëri. Po, edhe e di që kam i pas ofër në gjdo send, si më kanë ato mu. Lentjona, a ke ndjerti ndo një rast, a ke ndo një rast ku shoqja ka gjelozu, ose a ke ndjeket gjelozi mes vajzave që shpesh edhe flitet? Më ndohet që mes shoqeve ka gjelozi? Po, nuk përdu me thonë ashtë që po, adim ka ndohet një rast ose diçka atil, po e kum vrejt të shumë persona ashtu që jam largu, nëse ka ndodhë diçka që aje nuk më ka kuptu mu, ose ka ndodhë një keq kuptim ose diçka, ma mirë jam e kum bo një step back edhe jam largu prej asaj, se sa me vazhdu edhe me vazhdu që thonë qatë dramë dhe qatë histori prapë. Kështu që ma mirë është mendoj edhe sy këshill, është ma mirë me u largu për një shoqënia, se sa me vazhdu me pas shoqëni edhe me vazhdu prapë me të njëjtat sen. A mendoni që duhet me ja tregu shoqës ngushtë të gjitha sekretet? Jo. Se? Mendoj që jo. Është sani ma i gabum që një femën e kish bo qatë sanë. Diqysh, unë për shambull e kam nanën teme që i kalzoj gjithë shka. Kisi shoqet ngushtë? Po, nuk kisha thonë se dikur që e shoqë që kom e ta marrë qatë sanë për dopsi. Mu më kanë do qaj sanë. Ma kanë marrë një sanë që nashta e kom kalzu një pjesë ndishme temën. Tani ma kanë marrë për dopsi. Kështu që menej që ma mirë veç mu show off e lumëtor para shoqeve. Me bo një farë fake. Aja shoqet të vërteta pastaj. Po, sa shoqet vërteta kanë qenë? Se ka shoqet që din për shambull sekretet e tua e kret, po nuk i marrin për të kes, nuk i marrin për dopsi edhe nuk i shfrytëzojnë që ato të këqia tuat për me përfitu për vete. Edhe kjo është ma keqe që mundu me ndodhë, jo veç për shoqen, po edhe në shoqënim. Ama edhe thash edhe ma herët që është fat që tash edhe është tepër sa një rallë kur e kini shoqe tepër të mirë. Edhe jam shumë happy për që tash edhe për vetën tame se që tash jam shumë mirë, për kështë edhe për njerë që i shoqe kanë shoqëni në shnosh, për një me gzona, se është shumë sa një rallë. Po nëse i ruan ato sekretet ose ke ato barierat me një shoqe, a mund tjetë shoqe e vërtet, mandja, duhet besojmë taj raport, sa mund të konsiderohet shoqëri e vërtet ajo? Tani, unë besoj që, ashtu se e tha, unë mendoj që e duhur është që me punu në raporte, unë si jam person që shkoj mbrapa nëse diçka nuk është ka shka në regull, mundona me regullu edhe me bisedu nëse diçka ka shka në regull. Pa tjetër, më ka ndodhë që tani nuk kam kontakt, rritesh, gjërat ndryshojnë me një shoqëri që mbas e kam pas gjatë afërt përpara, nuk e kam tani, është sendi ma normal në botë, por që nuk e di që e kam në e person që nuk flas me to, ose ka përfundu më njërë të keqe, unë e kam me pa tjetër që mi regullu sendet në gjdo... Du të i regullon mardhënjë dhe pas ta i shkëput. Po, Qa shumë gjanat thjesht ka ndodhë që gradualisht jeta ka ndryshu edhe thjesht është shkëput si raport, po jo me dëshirë, thjesht ashtu ka funksionu. Por që unë besoj, ose në shoqërinë time se i funksionon, mendoj që dush me tregu vetën në të vërtet, se në momentin që njerëzit të akceptojnë, kur ti ka tregon në të vërtet vetën, në këtë rast në tregoj sekretet e mia, tani nëse ta marrin për dopsi, leja ati personit tjetër. Unë mundona me tregu maksimum vetën time që